Një avokati I zotit Veliaj, e ndjekim? Padim ndaj Olës Dados. Cili është komenti juaj së pari mbi këtë vendimarrje të gjykatës administrative? Ishte një vendim I pritshëm. Unë kam paralajmëruar disa herë edhe para jush, dhe vetë fakti që mënyra se si u zhvillu procesi dhe si u zgjat procesi për një element procedural që besoj është në sytë e publikut dhe në sytë tuaj shumë I qartë që duhet pranuar. Vetëm mënyrë për të shpëtuar nga shqyrtimi në themel I të vërtetës ishte mos legjitimimi. Me fjalë tjera, mos lejimi që ti të flasësh edhe të shpresh argumentet e tua para gjykatës. Pra mos lejimi që ti të kesh akses real në gjykatë. Sigurisht që kjo ishte më shumë test, më shumë se sa pranimi një padije është një test për sistemin dhe në këtë rast të gjykatës administrative, se sa ka aftësinë për të vetë korrigjuar problematika që sistemi ka, dhe një ndër problemet e mëdha që sistemi ka dhe ne kemi parashtruar, e kemi treguar, ju jeni shumë qartë, publiku shumë I qartë se zoti Dado nuk është emëruar në mënyrë të ligjshme, as vetë zoti Dado nuk e ka kundërshtuar këtë fakt. Në asnjë moment gjatë gjithë këtij procesi zoti Dado nuk ka thënë që unë jam prokuror I emëruar në mënyrë të ligjshme. Siç po thoja, pra edhe në këtë rast sistemi nuk e ka treguar, nuk e tregoi aftësinë për tu vetë korrigjuar. Nuk e tregoi aftësinë për të shqyrtuar problematikën që vetë sistemi ka dhe mendoj që nuk ka problem më të rëndë se sa emrimi I një prokurori që sot ushtron funksionet pa atribute ligjore në mënyrë krejtësisht paligjshme me akte absolutisht paligjshme. Sigurisht që ky është një hap I parë, ashtu siç e thash në dy seanca më parshme, ky është tashmë një e vërtet e cila nuk mbulohet me asnjë lloj vendimi procedural. Është një vërtet që ne do ta ndjekim deri në fund, një vërtet e cila nuk lidhet vetëm me zotin Veliaj, nuk lidhet vetëm me Bashkinë e Tiranës, nuk lidhet vetëm me pasojat që po I shkakton një vendim I tillë gjithë qytetarëve të Tiranës, gjithë bashkisë si institucion, por lidhet me vetë sistemin e drejtësisë dhe me aftësinë e sistemit të drejtësisë që jo vetëm të kontrollojë subjekte të tjerë, por të kontrollojë edhe vetveten. Dhe në këtë rast ka dështuar, pra ky vendim është tregues I dështimit të vetë sistemit të drejtësisë për tu vetë korrigjuar. E thash dhe në seancë gjyqësore, ne kemi bërë një reformë në drejtësi e cila lidhet me parimin e barazisë para ligjit. Nuk mund të ketë barazi para ligjit duke përjashtuar prokurorët dhe gjyqtarët. Barazia para ligjit funksionon edhe për prokurorët dhe gjyqtarët. Në këtë rast, me këtë lloj vendimi, u tregua korporatizmi gjyqësor, I cili I përjashton nga barazia para ligjit prokurorët dhe gjyqtarët pra anëtarët e sistemit. Sigurisht që menjëherë do të shkojmë në apel, me të pasur vendimin e zbarur nga gjykata, ne do të ndjekim deri në fund këtë dhe mendoj që sado vonë të jetë, sigurisht që ne do fitojmë këtë çështje sepse është një fakt që tashmë nuk ka njëri në Shqipëri që nuk e di që është kështu sistemi. Faleminderit. Mirë, foli avokati Plaren Dreca pas seancës në gjykatën administrative. Kjo e fundit ka rrëzuar padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia ndaj prokurorit Olës Dado, duke vendosur gjithashtu të mos pranojë kërkesën e shoqatës për Asociacionin e Medias dhe Drejtësisë për të përfshirë si ndërhyrëse kryesore në proces. Gjyqtari Hasbi Balliu vendosi se shoqata nuk legjitimohet për të ndërhyrë si palë kryesore në këtë gjykim, ndërsa për kërkesën e Tom Dedës u pranua ndërhyrja si palë kryesore në proces. Sipas vendimit të gjykatës, Veliaj ka vetëm interes të tërthort dhe jo interes të drejt për drejt në çështjen objekt gjykimi. Gjatë seancës, Veliaj ka deklaruar se mandati kryetarit Bashkisë Tiranës nuk mund të trajtohet si plaçk, duke pretenduar se është larguar pa drejtësisht nga detyra. Dikush ka veshur uniformën e shtetit dhe më ka rrëmbyer nga zyra, pesha juaj është të riktheni besimin tek drejtësia. Nëse më rrëmbyen mua, mund të rrëmbejnë këdo tjetër, tha Veliaj përpara trupit të gjykues. Ai hodhi akuzën ndaj prokurorit Olës Dado, duke deklaruar se sipas tij, këtu ka diçka që nuk shkon, ndërsa kërkoi që në proces të legjitimoheshin të gjitha palët që kishin paraqitur interes. Nga ana tjetër, avokati I prokurorit Olës Dado, Erar Bërmadi, kërkoi rrëzimin e kërkesës për ndërhyrjen e shoqatës, duke argumentuar se pranimi I saj do të krijonte një precedent për çështje të ngjashme në të ardhmen.
Ndërkohë do të vijojmë me edicionin e lajmeve. 35 vjeçari Refit Buzi, i cili vrau me armë gjahu ish vjerrin, plagosi ish vjerrën dhe mori peng për disa orë ish partneren e tij, është rrethuar nga policia e Fierit. Ndërkohë mësohet se ai ka liruar pengun Rosalinda Plaka. Policia vijon negociatat me 35 vjeçarin për ta bindur të dorëzohet, ndërsa për shkak se ai është ende i armatosur, është kërkuar edhe ndërhyrja e forcave speciale Renea. Burime për News 24 bëjnë me dije se Rosalinda Plaka, pas përjetimit të ngjarjes tragjike ku humbi tatin, ndërsa nëna e saj mbeti e plagosur, ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike dhe është transportuar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Edhe pse për rreth 5 orë jeta e saj ishte në rrezik, ajo nuk u lëndua fizikisht nga ish-partneri, sipas të dhënave paraprake, Buzi e kishte kërcënuar me armë duke kërkuar të rikthehej në marrëdhënien e tyre. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 6 të mëngjesit, kur Refit Buzi shkoi në banesën e familjes Plaka. Ai qelloi për vdekje me armë gjahu 58 vjeçarin Kosta Plaka, plagosi 55 vjeçaren Belere Plaka dhe më pas mori me forcë në automjet ish partneren Rosalinda Plaka. Sipas të dëshmive të familjarëve, autori kishte lënë automjetin e tij të parkuar pas banesës së familjes Plaka. Pas kryerjes së krimit, ai u largua me shpejtësi duke mbajtur Rosalindën në kërcënimin e armës së gjahut. Për familjarët e viktimës, kjo ngjarje e rëndë ndodhur në familjen Plaka ishte paralajmëruar pasi autori Refit Buzi ka kërcënuar disa herë, madje ish-partnerës tij i ka drejtuar edhe armën. Të afërmit thonë se 35 vjeçari është arrestuar disa herë nga policia për këto kërcënime, por lirimi i tij ka qenë i shpejtë duke hedhur akuza ndaj organeve të drejtësisë. Vetëm zhurëm e bërtishin brenda, nuk vadin qikonin brenda, se nuk vinim dot ne s'kishim armë. Ku do vinim me atia? Ai thoshte hadni se do vrasë gjithë. Hadni të vrasë gjithë. Unë ku do vijem? Me policia ka armë bashkë 1 orë. Dhe doli përse nga mbrapa shpirt një ditare që qenë makina më tanë në ndeja, në vend tjetër makina. E mori dhe çupun. Kishi probleme 3 herë është arrestuar, është futur brenda dhe 3 herë ka dalë. Do vishtu tek unë pa mua ti nuk e vend do djetën se ai. Unë do të vrasë gjithë, do të bëj kështu shantazhe që ka bërë, kanë qenë para shikuar këtë. Kjo ngjarje është, do të është e paralajmëruar disa herë, se është kapur disa herë ky person. Policia ka përgëria nxjerr, urdhëroi sot është një ngjarje e rëndë. Ka kërcënuar me armë, ka marrë policia dhe ka nxjerr pas 1 muaji. Po i dhun shumë ka qenë ai, edhe në Tiranë kishte dalë me pistolet atje. Ndeti cakon burg. Pastaj arrest shtëpia. Ai arrest shtëpia ditë të gjithë një. Po urdhër mbrojtje kishte, po jo të bëhesh deri në këtë pikë që të vriste familjarët. Tetor protest për para parlamentit dhe më pas para kryeministrisë. Dita e 54 e protestës ka qenë një ditë maraton që nisi në 8:30 të mëngjesit dhe u mbyll rreth orës 23 të mbrëmjes. Dhjetrat shoqëruar nga policia dhe thirrjet forta kundër uniformave blu dhe të qeverisë në fjalimet e mbajtura u shoqëruan me akuza dhe thirrje ndaj Spakut për hetime, arrestimin e Ramës dhe konfiskimin e pasurive të paligjshme. Pas më shumë se 8 orësh përplasje me policinë para parlamentit, në ditën e 54 të radhës, protestuesit janë mbledhur në orën 20 para kryeministrisë. Me thirrjet Rama jepe dorëheqjen, ata kritikuan reagimin e policisë së shtetit gjatë ditës, ku 10 aktivistë artistë u shoqëruan në komisariate pa bërë asgjë të jashtëligjshme. Kemi parë se si policia është përgjigjur ndaj protestuesve me gaz, spray dhe me shkopin gome, edhe pse e vetmja armë e protestuesve ishte veza. Është e papranueshme dhe është jo proporcionale. Nuk ka gaz, nuk ka spray, nuk ka ujë që na ndalon. Njëri prej aktivistëve ju bashkua protestës me të dalë nga komisariati. Kjo që keni bërë sot është një rezistencë e jashtëzakonshme. 10 orë protestë është e jashtëzakonshme. Unë sapo dola nga komisariati.
kam vetëm një thirrje për Ramën. Dhuna dhe arrestimet na bën vetëm më të fortë. Me njëherë nga komisariati në protestë erdhi edhe aktivisti Edison Lika, i cili u mor nga policia ndërsa jepte intervistë live në News 24, duke denoncuar dhunën e paraditës në protestën para parlamentit. Do t'jemi çdo ditë para këtij pushteti të buzëqeshur, sepse kjo është gjëja më e bukur që i ka dhënë Shqipërisë. Kjo protest i ka ngjallë Shqipërisë shpresën. Thirrja që u bë Spakut dhe policisë ishte që arrestimet t'i bënte në zyrat përballë protestës. Një thirrje për policinë e shtetit. Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Një tjetër thirrje për policinë erdhi nga një ish-drejtues i uniformave blu. Ju flas si një oficer policie që i di mirë të gjitha teknikat dhe taktikat. I bëj thirrje të gjithë zinxhirit komandues policisë të zbatojnë vetëm ligjin, jo urdhrat e jashtëligjshme. Ju lutem kolegët e mi, ne nuk jena për dhunë, që po t'i marrë këtu 100-200 djem, do t'ja u të gjithë teknikat dhe taktikat, do t'ju lodhim. Mos na bani t'ju vrasim me pambuk. Duke u bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare dhe përfaqësive diplomatike të reagojnë, protestuesit akuzuan qeverinë për presione e shantazhe ndaj tyre dhe familjeve të tyre. Nëpërmjet punës, edhe shtypjes, së fjalës, edhe protestës paksore, na dhanë një mesazh të qartë, bjeruni kokës. Tenton të shantazhoj familjarët tanë, tenton të kërcënoj, por si që kemi parë, në ftyra, në buzëqeshjen dhe në kokën e shokëve tonë të arrestuar, ju themi, nuk ju kemi frikë. Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Dhunën policore, pavarësisht moshës dhe gjendjes shëndetësore, e denoncuan edhe aktivistët Ilir Xhemalaj dhe Gent Progni. Sot një qyshe 80 vjeçare është rritur të varë nga policia krimit. Sot një nën me fëmijë me aftësi ndryshe e jesh hedhur spraj me piper në fytyrë. Sot e kishin rritur perimetrin e sigurisë sikur Shqipëria ishte në luftë me armë e jo me vezë. Edhe do t'i lyp prap me vezë, nuk do t'i falim, edhe pse na thon terrorista, ne jena terroristat e vezës. Një protestues sase ka marrë një kampion nga sprej që u është hedhur qytetarëve nga policia për të kuptuar se çfarë është përdorur ndaj tyre. Kam mbledhur kampionin e kimikatit me cilin na kanë sulmuar. Do të shkoj sonte të testohet laborator për të parë me çfarë kimikatesh sulmohen dhe ndigjen shqiptarët nga policia e shtetit. Nga diaspora u lexua një tjetër mesazh mbështetës për protestën, ndërsa aktivistja Kokaj tha se shumë vajza u shoqëruan nga policia, por Belinda Balluku është ende e lirë. Kërkoj që gocat tona, shoqërohen se protestojnë paqërisht. Belinda Balluku, e cila akuzohet për miliona euro tendera të vjedhur, të plaçkitur nga taksat tona, është e lirë sot. Ku është Spaku? Ku është policia? Dhe ku është drejtësia në Shqipëri? Kritika të ashpra pati në shesh edhe për Tauland Ballën, i cili përveç reagimeve të herpashershme kritike ndaj protestës, këtë të enjti akuzoi protestuesit si terrorist. Tauland Balla na ka quajtur neve terrorist. Prokuroria e përgjithshme, Spaku duhet ta marrë urgjentisht në hetim për etiketimin e njerëzve të padënuar me vendim të formës prerë si terrorista. Në protestën kundër Edi Ramës dhe qeverisë së tij mori pjesë edhe ish futbollisti i njohur Halit Gega. Kurse kemi punë bashkë, unë kisha kanë si ky, e kisha larë nga jetën. Me thirrje lironi çunat, nuk keni pranga për të gjithë. Qeveria e krimit, Shqipëria kërkon revolucion, Shqipëri e re. Qytetarët vijuan marshimin duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë, anulimin e një sër ligjesh dhe hetime e konfiskime pasurie për zyrtar të lartë që kanë abuzuar me fondet publike.
Më herët gjatë ditës pati tensione dhe përplasje para godinës parlamentit, teksa qindra qytetarë me vezë e domate në duar protestuan kundër këtij institucioni, sepse siç thonë, nuk i përfaqëson kundër qeverisë dhe gjithë klasës politike, ndërsa policia përdori ujë me presion dhe gazlotësiellës për t'i shpërndarë. Nuk munguan përplasjet fizike të lënduarit dhe shoqërimet në komisariat, ndërsa brenda kuvendit seanca u zhvillua në masa të rrepta sigurie. Qindra qytetarë u mblodhën para godinës së parlamentit mëngjesin e kësaj të enjteje për të protestuar, pasi siç thonë, ky parlament nuk i përfaqëson. Policia e shtetit së mas paraprake kishte zgjeruar perimetrin e sigurisë, duke vendosur gardhe metalike në të gjitha hyrjedaljet e godinës për të mos lejuar kalimin e qytetarëve, ndërsa autobote me ujë ishin stacionuar pranë godinës. Megjithatë, rrethimi në një anë të tjerë ra shpejt, pasi protestuesit e revoltuar hoqën me forcë një pjesë të gardit, duke shënuar kështu përplasjet e para me policinë. Ndryshe nga efektivët e policisë që ishin të pajisur me spraje gaz lotësiellës, qytetarët kishin marrë me vete vezë dhe domate, që i përdorën për të goditur makinat e ministrave dhe deputetëve. Pikërisht në këtë moment, situata u tensionua, ku autoboti me ujë u afrua drejt protestuesve, duke hedhur ujë me presion për të shpërndarë turmën e revoltuar. Ndryshe nga herët e tjera, uji ishte i përzier jo vetëm me piper, por me një solucion ngjyrë blu që shkaktoi irritim të fortë të syve dhe lëkurës të protestuesit. Pavarësisht lëndimeve që ndresa e tyre vijoi për disa orë me radhë, me thirrjet e vazhdueshme, ju erdhi fundi, Rama jep dorëheqjen, Ramanburg Berishamburg. Një protestues kishte lidhur duart e tij me fije spangoje që përngjasonte me prangat. Nga uji me presion nuk u kursyen as grupet e xhirimeve, ku autoboti me ujë u drejtua edhe nga kamera News 24 që po transmetonte live protestën. Gjatë përplasjeve, disa protestues u lënduan duke përfunduar të gjakosur, ndërsa u larguan me autoambulancë. Ky moment u shoqërua me të tjera tensione, ku pati edhe protestues që debatuan me efektivët e policisë. Deputetët të friksuar nga vezët dhe domatet u futën nga hyrje të ndryshme, kurse turma e revoltuar brohoriste jashtë, parlamenti i krimit dhe qëndruan përballë godinës derisa seanca plenare përfundoi. Do të bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi pas. Rikthehemi drejt për drejt me edicionin e lajmeve, do të vijoj me informacionet tona pavarësisht se deputetët u shpëtuan vezëve në fillim të seancës plenare, protestuesit ishin vendosur të çonin deri në fund misionin e tyre. Ata u zon prit ministrave dhe deputetëve teksa dilnin nga seanca, ndërsa lëshuan një lumë me akuza në drejtim të tyre. Në pamje duket të qartë kur goditet me vezë ministri i Brendshëm Besford Lamallari, kanë qenë truprohet e tij dhe policia që kanë ndërhyrë, po ashtu deputeti i Partisë Socialiste Ervin Hoxha është sulmuar me vezë nga protestuesit cilët i kanë zënë prit, ndërsa kanë lëshuar lumë me akuza ndaj tij dhe qeverisë. O tradhtarët e kombit dëgjohen teksa shprehen protestuesit. Sulmi me vezë ndaj makinave të deputetëve dhe të ministrave vijoi edhe pas mbylljes së seancës. Policia ka ndaluar 2 prej protestuesve që qelluan me vezë ndaj deputetëve gjatë pasdites. Në total, policia ka shoqëruar 23 protestues gjatë protestës që u mbajt këtë të enjte dhe që ishte paralelisht me seancën e kuvendit. 21 pjesë të cilëve u liruan më pas dhe vetëm 2 u arrestuan. Policia shoqëroi ndërsa ishte në një intervistë live në News 24 aktivistin Edison Lika në pamjet e transmetimit live të televizionit ton, duket policia që merr me forcë aktivistin duke shoqëruar më pas në komisariatin 1. Aktivisti tjetër Sidorela Vatnikaj deklaroi se nuk ka patur asnjë argument policia për shoqërimin me forcë të Edison Likës, ai u lirua pasi u mbajt 4 orë në ambientet e komisariatit numër 1. Në një mënyrë të paprecedent. Edhe duhet thonë një ngjarje pa precedent ka ndodhur gjatë transmetimit live në News 24, teksa aktivisti Edison Lika ishte duke folur për programin e drekës në News 24 me Ola Brukon, ku denonconte dhunën policore. Në atë moment, pamjet live treguan se aktivisti u kap forcërisht nga efektivët dhe më pas u shoqërua dhunshëm drejt makinës së policisë.
Si të shihet edhe nga pamjet, aktivistit ju mor me forcë telefoni personal, ndërsa njëkohësisht është tërhequr me forcë nga policia për të shoqëruar më pas në komisariati numër 1. Para se listë të Partisë Demokratike, imagjinoni deri ku është policia tek. Imagjinoni, ja. Ja ku. O çuna merrni këtë. Merrni opa. Pas shoqërimit të tij, aktivistja Sidorela Vatnikaj në një lidhje direkte për News 24 deklaroi se policia e shoqëroi aktivistin Edison Lika pa një arsye. Ajo tha se personat që u raportuan më herët se po ndiqeshin nga policia kanë arritur të largohen, ndërsa shtoi se gjithçka ndodhi sepse rruga ishte bllokuar për shkak se po kalonte eskorta e kryeministrit Edi Rama. Ka pasur asnjë argument, ka ardhur policia në mënyrë të dhunshme e ka shoqëruar, ndërkohë ne si bashk aktivistë të tjerë jemi munduar që ta ndalojmë këtë arrestim. Nuk ja kemi dalë sepse numri i policëve ka qenë jashtëzakonisht i rritur vetëm për një person që po shoqërohet. Është jashtëzakonshme të shikojmë arrestim të dhunshëm jo vetëm të shokut tonë Edisonit, por të dhjetra qytetarëve tjerë që kanë protestuar sot paqësisht. Është e paimagjinueshme që të gjendemi sot përballë këtij presioni vetëm që të kaloj makina e kryeministit Rama, sepse kjo ishte arsyeja pse ata po mundoheshin na shpërndanin me çdo kusht. Ashtu siç ishte lajmëruar, protestuesit u mblodhen prej orës 8:30 të mëngjesit pranë parlamentit në seancën e parafundit parlamentare. Debatet vijuan edhe gjatë pasdites, kur në seancë mbërriti kryeministri Rama për të marrë pjesë në votim. Seanca u shoqërua me bllokimin e foltores për plasjet forta mes opozitës dhe majorancës, si edhe për jashtimin e kreut të grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi pasi hodhi ujë drejt kryeministrit Edi Rama. Filloi si e tillë, vijoi dhe përfundoi një seancë parlamentare tërësisht jashtë normales. Për asnjë moment nuk pati qetësi, vetëm debate, tensione dhe akuzat të ndërsjellta mes palëve. Opozita ishte stoike në deklaratat në mbështetje të protestës së qytetarëve, që këtë të njëjtë shënoi ditën e 54 të saj. Në parlament pasdite u rikthye edhe kryeministri Edi Rama, i cili u prit nga deputetët e opozitës me refrenin e protestës së qytetarëve. Seanca vijoi mes tensioneve, pasi deputetët demokrat bllokuan foltoren, duke penguar zhvillimin normal të saj dhe prezantimin e raporteve për rishikimin e artës administrativo-territoriale dhe duke detyruar Peleshin të njoftoj disa herë pushim. Lironi foltoren. Nuk mund të vazhdojmë seancën në këtë gjendje, në këto kushte. Thirrjet e kryeparlamentarit Peleshi për t'u rikthyer në normalitetit nuk u dëgjuan nga demokratët. Mes tensioneve, majoranca kaloi direkt në votim të gjitha pikave të rendit të ditës, edhe pse opozita kishte zaptuar foltoren. Socialistët vijuan votimin mes kaosit. Mbyllet votimi, 82 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Gjatë votimit, deputetët demokrat vijonin të qëndronin pranë foltores. Gazmend Bardhi u drejtua kryeministrit Rama me fjalën hajdut dhe më pas hodhi ujë drejt tij. Pro kundër abstenim miratohet, nemi 43 pro kundër abstenim miratohet. Për këtë veprim, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vendosi përjashtimin nga seanca të kreut të grupit parlamentar demokrat. Zoti Gazmend Bardhi jeni i përjashtuar nga seanca në bazë të rregullores. Një tjetër përpjekje për t'i hedhur ujë Ramës teksa ju ngrit nga vendi për t'u larguar e bëri edhe Flamur Noka. Pavarësisht se të gjitha pikat e rendit të ditës u votuan, seanca u mbyll ashtu siç kishte nisur, mes kaosit dhe përplasjeve politike. Një vendim i ri i qeverisë për pronat shtetërore shënon një tjetër kundërshtim me kërkesat e Bashkimit Evropian, ndërsa Brukseli kërkon rishikimin e ligjeve për investimet strategjike dhe zonat e mbrojtura. Qeveria lehtëson dhënien me qira edhe kalimin drejt privatizimit të pasurive publike. Në fokus janë edhe zonat e mbrojtura mjedisore. Përballë protestave të forta të qytetarëve dhe shqetësimeve e kërkesave të Bashkimit Evropian për ruajtjen e zonave të mbrojtura dhe anulimin e ligjit për investitorë strategjik, qeveria shqiptare hedh një hap kundër, madje sfidues ndaj këtyre qëndrimeve.
Zonat e mbrojtura mjedisore futen në skemën e kontratave me tarifë simbolike €1. Qeveria ka miratuar në mbledhjen e fundit vendimin sipas të cilit pasurit shtetërore që ndodhen në zonat e mbrojtura, si dhe zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit, mund të jepen me qira ose enfiteoz, kontratë ku një pronar i jep një personi tjetër të drejtën e përdorimit të tokës. Vendimi parashikon se kur pasurit shtetërore përfshihen në zona me përparësi zhvillimin e turizmit apo në zonat të mbrojtura mjedisore, propozimi i kontratës me tarifë simbolike €1 kontrata pranë Këshillit të Ministrave bëhet me bashkëpropozim ndërmjet institucionit që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore dhe institucionit që ushtron veprimtarinë shtetërore përgjegjëse për këto zona në përputhje me legjislacionin në fuqi. Vendimet e miratuara përcaktojnë kushtet për kalimin në procedurën e privatizimit të pronave të marra me qira ose enfiteoz nga investitorët. Për kontratat që lidhen për pasuri me sipërfaqe mbi 500 m2, kur subjekti qiramarrës ose me kontratë ka realizuar investime në përputhje me planin e biznesit dhe në masën mbi 150% të vlerës të truallit, ka respektuar të gjitha kushtet e kontratës dhe kanë kaluar të paktën 3 vjet nga nënshkrimi i kontratës, subjektit i lindet drejta që të njoftojë Ministrinë përgjegjëse për ekonominë për hyrje në procedurën e privatizimit me të drejtë parablereje të objektit të kontratës. Ndërkohë, në rastet ku investimi i realizuar arrin mbi 750% të vlerës së truallit, subjekti mund të kërkojë hyrje në procedurën e privatizimit edhe pa u përmbushur afati 3 vjeçar i kontratës së qiras ose enfiteozës. Vendimet e qeverisë shkojnë në kundërshtim me qëndrimet kritike të Bashkimit Evropian, si dhe konsiderohen si një tjetër hap drejt lejimit e investimeve në zonat e mbrojtura për interesa private, duke lejuar që pasuri shtetërore edhe brenda këtyre zonave të jepen me kontrata qiraje me tarifë simbolike €1. Prokuroria e Fierit ka kërkuar konfiskimin e pasurive të shtetasit Arbër Muça me vlerë totale €1.8 milion, pasi dyshohet se i kishte përfituar nga trafiku i lëndëve narkotike. Prokuroria bën të ditur se pasurit i kishte regjistruar formalisht në emër të personave të tjerë për t'ju fshehur hetimeve. Pasuri me vlerë totale €1.8 milion ju konfiskuan me kërkesë të prokurorisë së Fierit, shtetasit Arbër Muça, pasi dyshohet se i kishte përfituar nga trafiku i lëndëve narkotike. Prokuroria Fier bën të ditur se Arbër Muçës ju konfiskuan 12 automjete luksoze, 6 llogari bankare, 3 njësi shërbimi, 3 troje, 1 apartament, 1 vend parkim, të cilat nuk i justifikonte me burime të lishme të ardhurash. Gjatë hetimit pasuror, Prokuroria e Fierit ka kryer një analizë të zgjeruar financiare, nga ku rezultoi një disproporcion i konsiderueshëm ndërmjet nivelit të pasurisë së krijuar nga Arbër Muça dhe kapacitetit ekonomik të provuar nga burimet të lishme. Nga hetimi rezultuan elemente që krijuan dyshime se disa pasuri, megjithse ishin regjistruar formalisht në emër të personave të tjerë, kontrolloheshin ose administroheshin nga Arbër Muça, duke shërbyer për fshehjen e origjinës së fondeve të përdorura. Prokuroria e Fierit bën të ditur se ishin përmbushur kushtet ligjore për vendosjen e masës parandaluese të konfiskimit, kurse hetimi ndaj Arbër Muçës vijon lidhur me veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Gjykata e Tiranës urdhëroi lirimin e menjëhershëm të 34 vjeçares Dorina Sejdini, e cila kaloi disa ditë në burg së bashku me foshnjën 1 vjeç. Rasti shkaktoi reagime të shumta publike dhe ngriti pikpyetjen mbi zbatimin e procedurave ligjore dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Pasi u mbaj disa ditë në burgun e Pojskës bashkë me fëmijën 1 vjeçar në zbatim të një mase sigurie të dhënë nga autoritetet në Gjermani, Gjykata e Tiranës urdhëroi lirimin e menjëhershëm të nënës 34 vjeçare Dorina Sejdini. 34 vjeçaria u arrestua në aeroportin e Rinasit sapo mbërriti nga Gjermania në zbatim të një vendimi gjyqësor të formës së prerë të dhënë në mungesë në vitin 2023 për veprën penale dhunë në familje ushtruar ndaj vjehrit të saj. Pas arrestimit ajo u dërgua në burgun e grave në Pojsk të Pogradecit, ku u fut në izolim bashkë me fëmijën e saj vetëm 1 vjeç, ndërsa pritet që pas vendimit të gjykatës së Tiranës, nënë e birë të lënë ambientet e burgut.
Sipas informacioneve, 34 vjeçaria është nënë e 3 fëmijëve, 4, 2 dhe 1 vjeç, por u lejua që në burg të qëndronte më i vogli, pavarësisht arsyetimit të saj që njëri prej 2 fëmijëve të tjerë vua nga probleme shëndetësore. Të shumta kanë qenë reagimet lidhur me burgosjen e nënës dhe fëmijës, duke ngritur dyshime për shkelje të procedurave ligjore dhe shkelje të drejtave të fëmijëve. Një person është aksidentuar në det pas ditën e djeshme gjatë kohës që ndodhej në një skaf lëndrues në afërsi të Gadishullit të Karaburunit. Sipas informacioneve paraprake, ai dyshohet se ka pësuar prerje të rëndë në këmbë nga helika e skafit që drejtohej nga një 32 vjeçar me iniciale EI. I plagosuri është identifikuar si Santiago Cerqizi, 17 vjeç, dhe është transportuar me urgjencë në Spitalin e Vlorës për të marrë ndihmën mjekësore, ndërsa rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Autoritetet pritet të zbardhin detajet më teshme, ndërsa hetimet janë në vijim. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se do të përdorin asetet e ngrira iraniane për të financuar dëmet ndaj anijeve në ngushticën e Hormuzit. Paralajmërimi erdhi nga presidenti amerikan Donald Trump në rrjetet sociale. Irani dënoi këto deklarata duke thënë se përdorimi i aseteve iraniane do të përbënte një precedent të rrezikshëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se çdo dëm i shkaktuar ndaj anijeve në mes të tensioneve në ngushticën e Hormuzit do të kompensohet duke përdorur asetet iraniane. Do të ndjekim në një deklarat për median sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë, Edi Blushi. Vazhdojnë të kërcënojnë seriozisht gjirin e Vlorës, duke dëmtuar seriozisht mjedisin, turizmin dhe shëndetin e qytetarëve, ndërkohë që qeveria vazhdon e vendosur të financojë ndotjen, shkatrimin e mjedisit, zhvatjen, barbarinë me financat publike për të paguar dhe mbajtur gjallë këta aferë korruptive. Për këtë arsye, kam depozituar sot kërkesën për interpelancë urgjente me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, i cili duhet t'i jap llogari para Kuvendit të Shqipërisë dhe para të gjithë shqiptarëve për çdo euro të shpenzuar deri më tani për 2 tecet Rangall, Tigri 1 dhe Tigri 3 në Vlorë, dhe në veçanti për tenderin e ri 20 milion euro për pa haruar dhe llogaridhënien për çdo lidhje të dyshim korruptive që kanë mbajtur gjallë këtë aferë. Në emër të grupit parlamentar të Partisë së Lirisë, theksoj sot sërish mbështetjen e plot ndaj kërkesave të drejta të qytetarëve dhe mbështesim plotësisht protestën e ambientalizëve në veçanti për largimin e menjëhershëm të këtyre teceve Rangall, si dhe kërkojmë ndërprerjen e menjëhershme urgjente të çdo pagese me fonde publike për të skemë grabitje, kërkojmë transparencë të plot dhe vendosjen para përgjegjësisë ligjore të gjithë autorëve të këtij skandali të rëndë korruptiv. Parat e shqiptarëve kurse si nuk mund më të trajtohen si plaçk nga Edi Rama dhe klientët e tij. Tani më lejoni të lexoj të plot kërkesën për interpelancë me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë që depozitova sot zyrtarisht në Kuvendin e Shqipërisë. Në mbështetje të nenit 80 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 96 të rregullores së Kuvendit, kërkoj zhvillimin e një interpelance me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë për të dhënë shpjegime publike mbi menaxhimin e projektit të teceve lundruese në Vlorë, Tigri 1 dhe Tigri 3 dhe kostot e vazhdueshme të pajustifikuara që ky projekt po u ngarkon taksapaguesve shqiptarë. Sipas informacionit të bërë publik, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare po përgatit një procedurë prokurimi me fond limit rreth 1.892 miliard lek
ose rreth 20 milion euro për operimin dhe mirëmbajtjen e asetit gjenerues termik në Vlorë, të njohur si Tigri 1 dhe Tigri 3. Ky zhvillim ngre shqetësime serioze, pasi i shtohet një projekti që deri tani ka konsumuar 10 milion euro fonde publike, ndërkohë që kontributi real në prodhimin kombëtar të energjisë ka rezultuar minimal. Sipas të dhënave të raportuara, deri në fund të vitit të kaluar janë shpenzuar rreth 62.8 milion euro, ndërsa në vitin 2024 janë prodhuar 22.639 megawatt në orë, në vitin 2025 këto njësi kanë prodhuar 77.088 megawatt në orë dhe deri në prill të këtij viti ka prodhuar 2.018 megawatt në orë. Kjo sasi është më pak se 5 ditë të konsumit kombëtar të energjisë elektrike. Pra 10 milion euro të shpenzuara kot, ose baras me vetëm 5 ditë konsum kombëtar të energjisë. Ndërkohë, ish ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku raportonte se këto gjenerues termik do të prodhonin në një vit 15% të totalit të energjisë elektrike që konsumon Shqipëria. Në këto kushte, Kuvendi i Shqipërisë ka detyrimin kushtetues të ushtrojë kontroll parlamentar mbi një nga projektet më të kushtueshme dhe më të kontestuara në sektorin elektroenergjetik. Gjatë interpelancës, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë duhet të përgjigjet këtyre pyetjeve. Cila është kostoja totale që shteti shqiptar ka paguar deri më sot për kontratën e teceve lundruese, duke përfshirë qeran, transportin, operimin, mirëmbajtjen, sigurimin, karburantin dhe çdo pagesë tjetër të lidhur me këtë projekt. Përse është bërë e nevojshme një procedurë e re me vlerë afro 20 milion euro për operimin dhe mirëmbajtjen e Tigri 1 dhe Tigri 3. Cila është analiza ekonomike që justifikon këtë shpenzim të ri dhe cili është përfitimi konkret për sistemin elektroenergjetik shqiptar. Kjo kosto është përafërsisht $31.500 në ditë, identike me kontratën që kompania Renko ofronte për këtë shërbim. Dhe pyetja ime drejt për drejt për ministrin aktual të infrastrukturës dhe energjisë është: mos e keni paravendosur edhe fituesin bashkë me fondin limit? Në faqen 40 të programit të qeverisë 2025-2029, të votuar vetëm me votat e mazhorancës në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, është parashikuar ndër të tjera se konvertojmë tecet lundruese në gjirin e Vlorës nga nafta në gaz natyror, duke ulur ndotjen dhe duke rritur sigurinë energjetike. Kush është baza ligjore dhe kush është autoriteti që ka marrë vendimin për të mbajtur përfundimisht gjeneruesi termik Tigri 1 dhe Tigri 3, pasi kontrata kishte parashikuar vetëm pasjen e tyre për 2 vjet, përkundrejt që ras prej $63.000 në ditë. Cila është kosto për 102.000 megawatt në orë që kesh ka prodhuar gjithsej nga asetet gjeneruese Tigri 1 dhe Tigri 3? Ku është përdorur kjo energji dhe me çfarë çmimi e ka tregtuar kesh? Në raportin e kontrollit të lartë të shtetit, 30 janar 2023, nga të dhënat e deklaruara prej përllogaritjeve të vetë keshit, kostot fikse të gjenerimit për 2 vjet janë €202 megawatt në orë, sipas kostove direkte dhe indirekte, duke përfshirë edhe aksizën, kostot rezultojnë të jenë €268.98 megawatt në orë. A qëndrojnë gjetjet e kontrollit të lartë të shtetit dhe a janë marrë masa për gjetjet e këtij raporti? Kesh ka realizuar
me koston e vetë kontratën depozitim dhe ngarkim shkarkim i lëndës dikse HFO për tecet lundruese në Vlorë me vlerë 7.2 milion euro, e cila ishte parashikuar të përfundonte në 30 nëntor të vitit të kaluar. Me çfarë kushtesh jeni duke vijuar këtë shërbim, është pyetja tjetër që i adresoj në këtë interpelancë Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë. Kesh ka realizuar me koston e vetë kontratën me efekt 12 mijor sigurim i asetit tec lundrues me vlerë 174 milion lek. A janë ende të siguruara këto asete dhe kush paguan për këtë shërbim? Duke qenë se bëhet fjalë për një projekt që ka konsumuar dhe vijon të konsumoj 10 milion euro nga fondet publike, ndërkohë që koston e përballojnë qytetarët shqiptarë në faturën e energjisë elektrike, të cilët paguajnë jo pak, po më shtren se kudo tjetër në rajon, 11.4 lek për kilovat orë, zhvillimi i kësaj interpelance përbën një domosdoshmëri për garantimin e transparencës, llogaridhënies dhe kontrollit parlamentar mbi përdorimin e parave publike dhe sidomos mbi barbarinë dhe shpërdorimin kriminal dhe të qëllimshëm të tyre. Kuvendi i Shqipërisë nuk mund të qëndrojë indiferent përballë këtyre vendimeve kriminale që rëndojnë buxhetin e shtetit me shpenzime të reja dhe të pajustifikuara shumë milionëshe, pa u bërë publike analiza ekonomike, përgjegjësitë institucionale dhe interesi real publik që justifikon këto vendime. Çdo euro e shpenzuar nga buxheti i shtetit është një euro e vjedhur nga taksat e qytetarëve shqiptar, ndaj kërkohet me urgjencë, përgjegjësi, transparencë dhe llogaridhënie. Për këto arsye, kërkoj zhvillimin e kësaj interpelance urgjente në seancën më të afërt plenare me qëllim që Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë t'i jap shpjegime të plota, sqaruese, shtruese përpara kuvendit e veçanërisht para opinionit publik, të mbajë përgjegjësitë e duhura politike për vendimarrjet e ndërmarra dhe të kontribuojë, nëse ka vullnet, në vendosjen e standardeve të llogaridhënies, transparencës dhe të dhënies fund të praktikave korruptive që cënojnë rënd interesin publik dhe që zhvatin në mënyrë kriminale dhe barbare fondet publike. Faleminderit. Mirë, me Tedi Blushin kemi qenë drejt për drejt, sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë, nderuar shikues. Do t'i kthejmë edhe një herë materialit që ishte pak momente më parë në transmetime që kishte të bënte me Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë paralajmëruar se do të përdorin asetet e ngrira iraniane për të financuar dëmet ndaj anijeve në ngushtisën e Hormuzit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se çdo dëm i shkaktuar ndaj anijeve në mes të tensioneve në ngushticën e Hormuzit do të kompensohet duke përdorur asetet iraniane që janë në kontrollin e SBA. Çdo dëm që i shkaktohet anijeve të mallrave apo çdo gjëje që lidhet me to do të paguhet me parat iraniane që Shtetet e Bashkuara i kanë në zotrim dhe i kontrolloj, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social më 24 korrik. Teherani i dënoi deklaratat e presidentit amerikan teksa ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi e quajti propozimin e udhëheqësit amerikan një precedent nxitës. Sekuestrimi i aseteve të një shteti tjetër për të paguar pretendime në të ardhmen që nuk kanë lidhje me to, është një precedent nxitës, shkroi Araghchi në një postim në X. Ai paralajmëroi se ata që festojnë ose përfitojnë nga këto fonde duhet të kujtojnë se sapo qeveritë ta normalizojnë konfiskimin, asetet e askujt nuk do të jenë më të sigurta, duke shtuar se kaosi që do të pasojë nuk do të jetë as i bukur dhe as paqësor. Këto zhvillime vijnë teksa Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane njoftoi se forcat e saj përfunduan natën e 13 radhazi të sulmeve ndaj Iranit, duke shtuar se ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur për kalim detar. CENTCOM goditi Komanda Qendrore të Ushtrisë Iraniane, depo të dronëve, rrjete komunikimi, vende për vëzhgim detar dhe aftësi detare për të reduktuar dhe më shumë kërcënimin që Irani paraqet
ndaj marinarëve dhe anijeve tregtare që kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit, u tha në njoftimin e komandës amerikane. Një zjarr i fuqishëm që u përhap me shpejtësi ka detyruar më shumë se 10.000 njerëz të largohen nga shtëpitë dhe kampingjet pranë Bregdetit Atlantik të Francës, ndërsa nxehtësia ekstreme dhe thatësia që po thellohet kanë nxitur zjarre në të gjithë Europën. Qeveria spanjolle të njëjtën në mbrëmje shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare pasi një seri zjarre shkërcënuan komunitetet pranë Madridit. Një zjarr i fuqishëm që u përhap me shpejtësi ka detyruar më shumë se 10.000 njerëz të largohen nga shtëpitë dhe kampingjet pranë Bregdetit Atlantik të Francës, ndërsa nxehtësia ekstreme dhe thatësira që po thellohet kanë nxitur zjarre në të gjithë Europën. $500 zjarrfikës po luftojnë për të kontrolluar flakët, thanë autoritetet franceze. Zjarri ndodhet pranë zonës së Gjirit të Arcachon, një pikë turistike, dhe shumë prej atyre që janë evakuar janë vizitorë që qëndrojnë në vende kampingu. Në Spanjë fshinja, autoritetet ende po punojnë për të shuar zjarret që kanë shpërthyer prej disa ditësh. Qeveria spanjolle të njëjtën në mbrëmje shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare pasi një seri zjarre shkërcënuan komunitetet pranë Madridit dhe në provincën fshinje të Avilës, duke detyruar më shumë se 10.000 njerëz të evakuohen, ndërsa zjarrfikësit luftuan për të kontrolluar flakët. Ministria e Brendshme tha se vendimi u mor për shkak të shpërthimit në të njëjtën kohë të disa zjarreve, kushteve të pafavorshme të motit dhe nevojës për të mobilizuar burime të gjera nga administrata të ndryshme publike, duke rritur kompleksitetin e përpjekjeve për të shuar zjarret dhe mbrojtjen civile. Ndërkaq në Itali një zjarrfikës 59 vjeçar vdiq ndërsa luftonte me një zjarr të madh pranë San Cataldos në Sicili. Ky është edicioni i orës 11 e News 24, nderuar shikues, për më gjërë juftojmë klikoni në balkanu.com për lajmin më të fundit, mund të na ndiqni edhe përmes live streamit, si në kanalin ton zyrtar në YouTube News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.